këtu ka disa ministra dhe gra dhe deputete që bëjnë të prekura, kur një fjalë që nuk thyen askënd, por është e përgjithshme, thuhet në këtë kuvend, ndërkohë që kur kryeministri juaj, kryetaren e kuvendit, e cila është numri 2, në hierarkinë e shtetit, në seancën e dytë, në cilën ne nuk ishim këtu, i drejtohet kur i vendos këtë për fjalën, për mbarimin e kohës fjalës, apo kush jeti këtu, dhe nuk reagoni, kur i drejtohet dije ministres që keni këtu, ja ku e keni në media, i drejtohet me dorë që të pushoj kur flet kryetari i opozitës, dhe drejtohet në mënyrë as pak etike, ndaj varceve të veta, duke mos respektuar as institucionin dhe as një lloj etike tjetër, është pak e tepërt. Se shikoni pak kush reagoi tjetër dhe flet me etikë, se mendohet këtu që ne duhet i respektojmë nëse flasin vëzëtullët. Ku i zonja që ishte këtu, që kishte këtë librin dorë? Ka 10 fishuar pasurinë e saj dhe të bashkëshortit saj. Zonja Bushka të dali se i kanë fitu gjyqin para 2 muajsh, edhe nuk e kanë thënë. Ka 10 fishuar pasurinë, pra ndaj dele dhe bën këtu si ëngjëll, por nuk është ëngjëll në fakt. Zotria para folësim në media 40 milion euro vetëm një prej ortakëve të vetë duke marrë tendera. Mos flasim pra tjetrin me 10 udhëtime që kanë dalë gjithë tendrat e dynjas. Ky zotria që ngrihet edhe bën këtu si mish shqetësuari. Në përgjimet e prokurorisë italiane të dali dhe të flas, se pas ka ik. Në përgjimet e fundit të prokurorisë italiane ku flitet për Ezar Taçin. Për ty e kam, hajde. Po, a je ti zëvendës kryeministri që në përgjimet e prokurorisë italiane del, po, për ty. A je ti kryeministri, zëvendës kryeministri, o ti, qonë këm, o ti. Shiko, mos mu drejto mua si këshu, o kone, mos mu drejto mua si kone, se e mësuar me këta. Ju të rejtë përmëndje, zoti Saliani, kujdes etikën. Zoti Saliani. Ndërpritet seanca për 5 minuta, ndërpritet seanca për të mbajtur qëndrim. Ndërruar kryetare, me thënë drejtën, ka më tepër se sa një orë e tha që këtu diskutohet vetëm për etikë. E po prapë me thënë drejtën, etika në këtë salë, veçanërisht ndaj grave në këtë salë, mori fund ditën kur i gjithë mlefi, i gjithë urrejtja, u derdh mbi një flet votimi ku ishte emri një gruaje, që si kishte borxh kërkujt dhe që si kishte faj kërkujt. Riktheheni ato pamje dhe do sillni vëmendje se si mori fund etika atë ditë. Çdo përpjekje tjetër tani nuk ka çfarë i bën asaj të parës. Së dyti, unë erdha këtu sot për të folur për buxhetin. Kam folur nga fjala e parë deri tek e fundit për buxhetin. Kisha një qëllim dhe natyrisht shkova deri në fund edhe me ndihmën tuaj atij qëllimi, për të folur për bujqit. Siç e mendoj unë dhe siç e ndjej unë. Se sa i shqetësuar jam unë për bujqit, këtë se gjykon dot kërkush këtu në këtë sallë. Se sa e ndjej unë atë histori se gjykon dot kërkush. Për ajo që është më e rëndësishme nuk akuzova kërkënd. Thash ato që mendoj në lirinë time të plot dhe po përsëris. Ju falenderoj shumë që më dhatë mundësin të aqoj deri në fund atë fjalë. Tani, në këtë salë, ka shpifës të dënuar nga gjykata. Madje jo shpifës të dënuar nga gjykata, po komplotus në kurriz të nderit dinjitetit të tjerë njerëzve që janë po prapë në këtë salë. E përsëritur, natyrisht ka një limit. Dokumenti i përgjimit Ezar Taçit mban datën 18 tetor 2021. Atë dokument unë e zotroj të plot, gërm për gërm. Në 18 tetor 2021 unë nuk kam qenë zëvendës kryeministër. Që në datën 9 shtator, kur është betuar qeveria, rolim ka qenë thjesht i deputetet në sallën e kuvendit. Që të jemi korrekt dhe të jemi të qartë. Natyrisht, unë e di fare mirë që në këtë sallë ka njerëz që paguhen për të shpërndar akuza sa tek njëri dhe tek tjetri. Dhe po ja u them, do t'ja u provoj që paguhen në kesh. Këto historirat me lojra luftrash banale që ndodhin këtu në këtë sallë dhe jashtë kësaj sallë përfundojnë tek dita e pagesës kesh.
Dita e pagesës kesh. E fundi që o kam folur unë për privatizimin e armës, o kam denoncuar unë privatizimin e armës, transaksionet e armës, të gjitha ngjarjet që kam pasuar, transaksionet e armës, midis cilave ngjarje shumë tragjike, o s'ka fol njërin këtë savë. Dhe jo vetëm kam folur zonjë, po dhe kam kallëzuar në prokurori. Një prokuror që s'është më në kryet prokurorisë së Republikës e mori dosjen dhe fshiu gojen, për të mos thënë një gjë tjetër. E mori dosjen. Aty e keni armën, varë të hapur të një korrupsioni politik, që filloi në qeveri, filloi në atë parti, dhe po vazhdon të mbes varë i hapur në mes të asaj partie. Midis meje dhe Rezar Taçit në ndan një oqean aq i madh sa s'ka ku të shkojmë më. Unë dhe Rezar Taçi s'kemi folur kur me njëri tjetrin. Unë dhe Rezar Taçi s'kemi shkëmbyer kur, jo telefonata, jo mesazhe, po as edhe ndonjë formë tjetër me njëri tjetrin. Unë nuk kam shkel kur në televizionin e Rezar Taçit. Ka fytyra këtu që janë paguar nga Rezar Taçi dhe po të doni, mund t'ja u provoj edhe këtë. Edhe këtë doja u provoj. Se me thënë drejtën, faleminderit për zyrin që më keni dhënë, po është deri në tavan me dosje. Vijojmë fjala për kryeministrin Rama. Jo, tash çfarë procedure kemi tash? Ju lutem. Po çfarë procedure kemi filluar? Ju lutem, i kam dhënë fjalën kryeministrit. Zoti Saliani, ulën në vend, i kam dhënë fjalën. Po jo, as ju s'mund ta merrni peng seancën se çdoni juve. O zoti Saliani. Edhe një herë, jemi brenda interpelancës. Brenda interpelancës nuk ka kërkesë për procedurë. Rregulloren e njini, respektoni rregulloren. Jemi brenda interpelancës. O, ju djemte... Jo, të lutem, nuk ka brenda interpelancës. Jo, nuk ka kërkesë për procedurë brenda interpelancës. Jo, të lutem. Kemi parë gjithë proces verbalin, është vepruar eksaktësisht. Jo, nuk mundet sepse je në shkeljet rregullore, zoti Saliani. Zoti Saliani je në shkeljet rregullore. Jo, nuk mund të ndërhysh në mes të interpelancës. Nuk mund të ndërhysh, pas ti s'mund ta marrësh peng. Ti ca më pak mund ta marrësh peng madje. Jo, jemi në mes të interpelancës, zoti Noka. Ju lutem, foli zoti Çollaku, do të kthej përgjigje kryeministri. Zoti Saliani, ju lutem uleni, mos e bëni pis këtë seancë, ju lutem. Zoti Saliani, ju të rreq vërejtjen. Ju lutem, uluni në vend.